Materialet e reja novatore kur nuk dështojnë të na befasojnë me ato që dikur konsiderohej e pamundur. Me fjalë të tjera, çdo teknologji na godet me risinë e saj, dhe nanoteknologjia zë një vend të veçantë këtu. Shumica e njerëzve besojnë se prefiksi nano nënkupton diçka ultramoderne. Shumë do ta kishin të vështirë të besonin se një nga nanomaterialet më të mahnitshme u krijua pothuajse 100 vjet më parë. Megjithatë është e vërtetë, dhe ky material njihet si aerogel. Në vitet e largta 1930, kimisti amerikan Samuel Stevens Kessler ishte i fiksuar pas një ideje unike për të mbajtur vetëm kornizën e një xheli silikat, duke zëvendësuar lëngun e tij me ajër. Duke përdorur një metodë të zgjuar dhe mjaft komplekse, Kessler ja doli. Rrjedhimisht në vitin 1931, ai prezantoi botën me aerogel, një material me disa veti të jashtëzakonshme. Aerogel përbëhet nga një nanorrjet tridimensional me një kornizë me madhësi grimcash nga 3 deri në 5 nanometra dhe qeliza deri në 100 nanometra. Siç e keni marrë me mend, qelizat janë të mbushura me ajër, i cili përbën 99% të aerogelit. Një strukturë e tillë e bën materialin jashtëzakonisht të lehtë dhe një izolant të ngurtë. Ju mund të mbani lehtësisht 1 metër kub aerogel me krahun tuaj të shtrirë dhe një shtresë 1 milimetër e trash do t'ju mbrojë nga një flak hedhës dhe nuk keni nevojë për aerogel të pastër për ta bërë këtë. Duke parë ndërsa ky person ban rastësisht pëllëmbën e tij pas murit të bërë nga ky kompozit, edhe pse një flak hedhës e gazi është drejtuar në anën tjetër, është e lehtë të kuptohet se pse aerogel me vetitë e tij të jashtëzakonshme ka fituar 15 regjistrime në librin e rekordeve Guinness. Duhet ta pranoni se është mjaft mbreslënëse duke pasur parasysh që materiali u zbulua 100 vjet më parë. Ju tashmë e dini se grafeni ka disa aftësi jashtënormales dhe sapo keni parë aerogel në veprim. Shumë prej jush me siguri po pyesni veten se çfarë do të përfitonit nëse përpiqeni të bëni aerogel nga grafeni. Duket mjaft josh se të kombinosh forcën e grafenit dhe lehtësinë e aerogelit në një material. E po, ekspertët kinezë tashmë ka një përgjigje praktike për këtë pyetje. Ata kanë krijuar materialin e ngurtë më të lehtë në botë, aerogelin e grafenit, me një densitet prej vetëm 0.16 mg per centimetër kub. Variacioni i tij i mbushur me vakum është 7.5 herë më i lehtë se ajri. Pa ajër në porët e tij, materiali thjesht do të rrinte pezull. Megjithatë, para se të imagjinoni ndonjë gjë të çmendur si një shtëpi fluturuese, merrni parasysh disa pika. Edhe pse ideja e tullave ultra të lehta tingëllon e mahnitshme, aerogeli i grafenit i mbushur me vakum thith shpejt ajrin dhe avujt e ujit, duke bërë atë më të rëndë se ajri. Për më tepër ekziston sfida e rritjes së integritetit strukturor të tullave prej grafeni me aerogel. Një hulumtim i tillë është në vazhdim e sipër dhe tashmë janë marrë disa mostra prototipe me veti premtuese. Ndërsa ato janë më të rënda se ajri, raporti i forcës së tyre të peshës tejkalon çdo material të njohur. Një përparim i madh ka ndodhur në këtë fushë kohët e fundit. Rezulton se një matricë grafeni tridimensionale mund të printohet në një printer të veçantë 3D duke përdorur bojra unike karboni. Këto printime 3D prej grafeni dhe aerogeli kanë disa veti të përmirësuara që do të revolucionarizojnë shkripëzimin, katalizën, si dhe teknologjinë e filtrimit dhe ndarjes. Do të shihni përparime në çdo fushë që kërkon sipërfaqe të mëdha, densitet të ulët, ngurtësi të lartë mekanike dhe porozitet specifik. Ky material i ri është aq unik sa është e vështirë të parashikohet një spektër i plotë i aplikimeve të tij të mundshme. Karakteristikat unike nuk janë vetëm gjë që mund të na befasojë kur bëhet fjalë për materiale të reja. Disa prej tyre mund të na befasojnë vetëm me historinë e tyre. Për shembull, historia e Starlight është aq e çuditshme sa mund të titullohet po aq mirë 3 misteret e Maurice Ward. Misteri numër 1. Një rregullues flokësh i zakonshëm i quajtur Starlight, një polimer me veti të pashembullta termoizoluese në kushte shtëpie. Vetëm shikoni se si një vezë e papërpunuar e veshur me një shtresë të hollë Starlight mbetet e freskët edhe kur ekspozohet ndaj një ndezësi. Por më besoni, kjo shkon përtej ruajtjes së vezëve. Dikush mund të lyejë një rëndor me një shtresë të hollë Starlight, ta zhys në çelik të shkrirë dhe ende të mos ndiejë asgjë. Starlight mbron në mënyrë efektive objektet nga temperaturat e larta. Për më tepër, ndryshe nga materialet tradicionale si azbesti, kërkohet vetëm një shtresë e hollë. Një tjetër gjë e rëndësishme është që Starlight mund të aplikohet thjesht në sipërfaqe, nuk ka nevojë ta ngjisni ose të përdorni ndonjë strukturë të veçantë fiksimi. Duhet pranoni se një material i tillë është i domosdoshëm për eksplorimin e hapësirës, aviacionin apo industrinë e energjisë elektrike. Kjo na çon në misterin e dytë të Maurice Ward.
Për disa arsye të paqarta, kimisti amator nuk e zbuloi kurrë sekretin e tij. As agjentët e Boeing dhe as antarët e Ministrisë së Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar nuk mundën të lidhin një marrëveshje me të. Maurice Ward nuk e shiti kurrë teknologjinë e Starlight. Ai mund të bëjë lehtësisht i pasur dhe i famshëm, por zgjodhi të jetonte sipas kushteve të tij. Sekreti mbeti i vulosur dhe u çua në varr. Por çfarë ndodhi me misterin e tretë? Publiku mësoi për Starlight në 1993. Shpikësi ndërroi jetë në vitin 2011. Në vitin 2013, Thermo Shield bleu të gjitha të drejtat e lidhura me Starlight nga familja e Ward. Edhe pse ka kaluar një dekadë që nga blerja e të drejtave, ende askush, madje as Thermo Shield apo laboratorët e NASA-s nuk kanë arritur të përsërisin suksesin e Maurice Ward. Nuk ka ende asnjë produkt komercial në dispozicion. Dhe ky është misteri i tretë. Shpresojmë që një ditë shkenca ta zbulojë atë dhe të shohim aplikime të ndryshme. Pavarësisht nga të gjitha vetit mahnitëse, fokusi i kapitullit tonë të mëparshëm Starlight nuk mund të mahniste askënd me efektet e jashtme. Megjithatë, nitinoli, një material që ndryshon formë, është një histori krejtësisht e ndryshme. Vetëm shikoni se si ai transformohet. Një kapsel letre e vjetër prej nitinoli mund të përkulet ose të thërmohet, por pasi të nxehet në rreth 40 gradë Celsius, teli i prishur shndërrohet në formën e tij origjinale të kapses. Kjo duket magjepsëse. Një eksperiment me një tel prej nitinoli duket jo më pak spektakolar. Pasi të drejtohet, kthehet në formën origjinale kur nxehet. Ky aliazh titani dhe nikeli mund të kujtojë formën e tij dhe të rivendos veten kur ekspozohet ndaj nxehtësisë. Pyes veten se si ndodh kjo. Gjë e parë që duhet të dini është se nuk ka nanoelektronik të përfshirë. Në vend të kësaj, aliazhi ka dy struktura, austenit dhe martensit. Gjatë deformimit, austeniti shndërrohet në martensit në pikat e kthesës. Kur ekspozohet ndaj nxehtësisë, ndodh tranzicioni i kundërt, duke rivendosur strukturën origjinale të materialeve. Tani sekreti i vërtet i vjetër i nitinolit është se kujtesa e tij mund të fshihet plotësisht, duke ngrohur aliazhin në 500 gradë Celsius. Memoria termomekanike e nitinolit tashmë ka zgjidhur probleme në fusha të shumta, duke përfshirë mjekësinë, hapësirën ajrore dhe aviacionin. Në mjekësi, fiksuesit e nitinolit aplikohen për të lidhur dhe rregulluar pjesët e kockave të thyera. Spiralet e nitinolit rivendosin diametrin e enëve të dëmtuara. Në stomatologji, harqet e nitinolit kanë revolucionarizuar korrigjimin e kafshimeve. Në teknologjinë hapësinore, nitinoli prodhon lidhje termomekanike vetisoluese, forma metalike vetdrejtuese, si dhe antena teleskopike dhe parabolike. Në aviacion, kujtesa e tij është përdorur për gjeometri të ndryshueshme, pajisje për marrjen e ajrit dhe në dhëmbëzime.